Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Sot do të përballesh me një situatë që kërkon vendim të shpejtë. Instinkti yt është i saktë, por dikush mund të sfidojë autoritetin. Në punë, shmang debate direkte me prorët. Në dashuri, një mesazh ose telefonat do të të ngrohë zemrën në fund të ditës. Demi. Fokusi zhvendoset tek paratë dhe siguria materiale. Mund të bësh një blerje të menduar prej kohësh. Një person pranë teje kërkon më shumë vëmendje emocionale, mos e mbyll veten në rutinë. Ndryshimi i vogël sot sjell freski. Binjakët. Je në qendër të vëmendjes pa e kërkuar. Idetë tua tërheqin interes dhe mund të marrësh një ftesë interesante. Në dashuri, flirtet janë të forta, por kujdes mos japësh premtime që nuk i mban dot. Gaforia. Një çështje familjare mund të kërkojë ndërhyrjen tënde. Ruaj qetësinë dhe mos e merr gjithçka personale. Në aspektin profesional dita është më e qetë se zakonisht, por kërkon përqendrim. Mbrëmja premton momente të ngrohta. Luani. Ambicia rritet dhe do të ndjesh nevojën të tregosh aftësitë tua. Një mundësi e re bashkëpunimi mund të shfaqet papritur. Në dashuri, krenaria duhet lënë mënjan për të shmangur tensionet të kota. Virgjëresha. Detajet bëjnë diferencën sot. Dikush mund të kërkojë ndihmë për një çështje praktike. Në planin sentimental, mos analizo çdo fjalë. Lëre spontanitetin të udhëheq. Kujdes me lodhjen mendore. Peshorja. Një takim ose bisede e rëndësishme do të ndikojë në planet e tua të ardhshme. Harmonia në marrëdhënie është prioritet, por mos sakrifiko mendimin tënd vetëm për të ruajtur paqen. Financat kërkojnë disiplinë. Akrepi. Dita ka intensitet emocional, mund të zbulohet një sekret ose të dalë në pa një e vërtet. Në punë, strategjia jote funksionon më mirë se veprimi impulsiv. Në dashuri, pasioni është i fortë, por kërkon besim. Shigjetari. Një lajm nga larg ose një mundësi udhëtimi të ngjall entuziazëm. Sot është ditë për plane afatgjata. Në marrëdhënie kërkon sinqeritet të plotë, mos shmang temat e ndjeshme. Britsjapi. Përgjegjësitë rriten, por edhe vlerësimi për punën tënde. Mund të marrësh një kompliment ose miratim nga dikush me ndikim. Në dashuri, tregohu më i hapur emocionalisht. Ujori. Një ide kreative mund të kthehet në projekt konkret. Bashkëpunimet janë të favorizuara, sidomos nëse lidhen me teknologjinë ose komunikimin. Në planin sentimental, kërkon hapësirë pa humbur aftësinë. Peshqit. Intuita jote të çon drejt një vendimi të mençur. Mund të ndjesh nevojën për të shkëputur pak nga rutina. Në dashuri, dita favorizon afrimin dhe faljen. Mos neglizho shëndetin. Energjia bie nëse e tepron. Horoskopi në Top Albania Radio.